Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Zyra e shtypit e Kuvendit njoftoi sot se majoranca dhe opozita kanë arritur konsensus gjatë mbledhjes së konferencës së kryetarëve për të ngritur 2 komisione të posaçme parlamentare për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Në një njoftim për shtyp një ditë përpara se 2 projekt vendime të kalojnë në seancë për të votuar, Kuvendi thekson se pika për të cilën palët nuk ranë dakord ishte programi për javët në vijim. Ndërkaq, kreu i grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi thekson se nuk ka patur asnjë dakordsi dhe se lajmet e zyrës së shtypit janë të rreme. Që nuk ka patur asnjë dakordsi nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike mbi 2 projekt vendime të propozuara nga grupi parlamentar i PS-s, konkretisht për ngritjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe ngritjen e Komisionit të Reformës Administrative Territoriale. Prandaj dua të dënoj në emër të grupit parlamentar të PD-s mashtrimin publik që ka shpërndar si njoftim të Kuvendit, kryetari i Kuvendit, sikur me dakordsi janë miratuar të dyja këto projekt vendime. Në një deklaratë për mediat, Berisha komentoi: Qytetarët shqiptar ndoqen punimet e komisioneve parlamentare ku raportuan përfaqësues të narkoqeverisë dhe narkodrejtësisë. Ishte një përfaqësim mjeran. E pan Uluziun dhe Fatmir Xhafën, se cilin më të zilë se shoku, vasal pa dinjitet. Po pse? Se Uluziu ka dosje, e ka dosjen kaq, tek kush? Tek Troplini, tek Altin Troplini. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla deklaroi se në komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore duhet të përfshihen edhe grupet e tjera parlamentare. Edhe partitë e tjera parlamentare të jenë aty. Tani kur ne shohim që kur Partisë Demokratike, këto partitë e vogla i duhen, madje u merr borxh edhe kandidatin për kryetar bashkie se vetë nuk kanë. Përse duhet i përjashtojmë ne këto partitë e vogla nga reforma zgjedhore? Partia Demokratike ka dorëzuar në Kuvend kërkesën për shkarkimin e presidentit Bajram Begaj. Kreu i grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi akuzon për shkelje të rënda të kushtetutës, konflikt interesi dhe 2 punësim të ndaluar. Bardhi pretendon se djali i presidentit është i punësuar fiktivisht në një kompani sigurimesh që përfiton tender nga presidenca. Partia Socialiste e ka mohuar çdo akuzë duke e cilësuar të pabazë kërkesën për shkarkim. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Gjykata e posaçme ka lënë në fuqi masat e sigurimit arrest me burg për Aldo Avdyllaj, i arrestuar një ditë më parë në Tiranë. Ai ishte në kërkim në kuadër të operacionit të revanshit të zhvilluar një vit më parë dhe për operacionin e 2 tetorit që dyshohet si financuar dhe organizatori i vrasjes së Edmir Bregut. Në banesën ku fshihej 37 vjeçari, policia gjeti dhe sekuestroi një armë zjarri pistolet me municion luftarak. GKK-o la në burg Amar Shkëmbin, i ekstradituar dje nga Dubai. Shkëmbi akuzohet për atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Doja ku u vra shoferi Andi Maloku. Sipas hetimeve, Shkëmbi, i njohur edhe si Dritan Shkëmbi, është pjesë e grupit kriminal të Plauren Dervishaj. Me burg për jetë është dënuar nga gjykata Arsen Muskurti, i cili vrau vëllan dhe kunatën në vitin 2022. Prokuroria provoi se autori ka hyrë brenda agjencisë së udhëtimeve ku ndodhi ngjarja duke mbajtur në dorë një armë dhe ka goditur për vdekje 2 viktima, Dritan dhe Nora Muskurti. Vuajtja e dënimit do të kryhet në një burg të sigurisë së lartë. Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të qëndrojë në Kosovë sot, ku do takohet me presidenten e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Vizita e von der Leyen në Kosovë është në kuadër të një turneu ballkanik. Ajo paraprakisht ka vizituar Shqipërinë, Malin e Zi e Bosnjë-Hercegovinën. Më herët von der Leyen ishte në Beograd, ku i kërkoi Serbisë përparim konkret në sundimin e ligjit, mediat, por edhe në reformën zgjedhore. Von der Leyen tha se Bashkimi Evropian pret edhe një parafrim më të madh me politikën e jashtme të Unionit, përfshirë sanksionet ndaj Rusisë. Ndërkaq presidenti Vučić e quajti integrimin në BE prioritet strategjik, por pranoi se përparimi ka qenë ngadalë. Lajme nga bota.
Shefi I NATO-s Mark Rutte tha se NATO dhe Bashkimi Evropian po bashkëpunojnë për të krijuar një mur për dronët për të mbrojtur vendet anëtare nga sulmet ajrore. Në Bruksel, ministrat e mbrojtjes diskutuan për rritjen e mbështetjes për Ukrainën dhe forcimin e mbrojtjes në krahun lindor pas shkeljeve ajrore nga Rusia në Poloni dhe Estoni. Ndërkohë BE-ja pritet të paraqesë një plan të ri për mbrojtjen nga dronët gjatë samitit të ardhshëm. Një ditë pas vizitës së presidentit Trump në Tel Aviv, kryeministri izraelit Netanyahu paralajmëroi pasoja të rënda nëse Hamasi nuk çarmatoset. Netanyahu tha se paqja varet nga heqja dorë dhe armët e ndalimi I prodhimit të kontrabandës së tyre në Gaza. Hamasi ka refuzuar, ndërsa Trump deklaroi se nëse Hamasi nuk çarmatoset vetë, do ta bëjnë ata. Izraeli ka rihapur pikëkalimin në Rafah për ndihmë humanitare ndaj Gazës, pasi Hamasi dorëzoi trupat e 4 pengjeve izraelite. Ky veprim ndodhi pas kërcënimit të Izraelit për të përgjysmuar ndihmat, mas që u anulua më pas. Presidenti amerikan Trump tha se lirimi I pengjeve është pjesë e planit të tij për paqe, I cili përfshin edhe çarmatosjen e Hamasit, ndërkohë lufta në Gaza vazhdon me mbi 67.000 palestinezë të vrarë. Më shumë se 12 civil u vranë dhe mbi 100 u plagosën në përleshjet mes forcave afgane dhe pakistaneze sipas talibanëve. Përplasjet shpërthyen në kufirin Chaman pas akuzave të Pakistanit për praninë e militantëve në Afganistan, gjë që talibanët e mohojnë. Luftimet shkaktuan mbylljen e kufirit dhe ndërprerjen e tregtisë mes dy vendeve. Parashikimi I motit. Edhe në vijim, vendi ynë do të jetë në mbizotrimin e motit të kthjellët, por priten edhe vërënësira lokale. Temperaturat luhaten nga 10 në 22 gradë Celsius. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Edicioni informativ I radhës është në orën 17.